Allahu i madhëruar thot në Kur'an, dhe në të vërtet, ne i nderuam pasardhësit të Ademit. Por shpeshherë ne turpërojmë veten tonë. Për shkak të mos kuptimit të duhur të konceptit të nderit, ne shpeshherë përdorim atë në mënyrë jo të ndershme. A fitohet nderi nga raca, statusi, karriera, pamja, apo është shumë se kaq? Vërtet më i ndershëm për jush është ai që është më i devotshëm. Allahu e nderoi njerëzimin në mënyrë të ndershme. I gjithë ky univers madhështor i krijuar nga Allahu funksionon në mënyrë që ne të përfitojmë. Dielli, hëna, ret, shiu, drunjt dhe detet, të gjithë stinat me ngjyrat të tyre. Të gjitha këto funksionojnë në harmoni vetëm për dobinë tonë. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhtojnë. Për ju përshtatje edhe natën e ditën. Allahu e nderoi njeriu me intelekt dhe mësoi si ta përdor atë. E mësoi si të shkruaj, si të përdor arsyen, të shpikë dhe të ndërtoj, duke e përkufizuar kufit e tij. Po ashtu Allahu e nderoi njeriu, duke i dërguar pejgamber me shpallje hyjnore për t'ia përkujtuar qëllimin e krijimit, duke mësuar si ta adhuroj, si ta zbukuroj karakterin e tij dhe të arrijë suksesen në botën tjetër. Ne thjesht nuk kemi bërë asgjë për t'i fituar këto pozita, pasi engjëjt urdhëruan t'i përulen Ademit para saj të thotë të bëj apo të arrijë diçka. Por ne duhet të pyesim veten, çfarë duhet të bëjmë që të ruajmë këtë nder dhe të mos humbim atë. Devotshmëria është këtu, tha i dërguari i Allahut, paqja qoftë për të. Dhe përmes devotshmërisë nderohet njeriu. Përmes saj fisnikërohet morali, karakteri dhe veprat tona. Dhe gjërat e mira që bëjnë njerëzit të cilëve u mungon devotshmëria nuk shpërfillen, por me devotshmëri vetëm zbukurohen edhe më shumë, pasi Muhamedi, paqja qoftë për të, ka thënë: më të mirët nga ju gjatë ignorancës bëhen më të mirët në Islam, nëse kuptojnë fen si duhet. A nuk është e mahnitshme se si maci kryesor i njeriu te Zoti është diçka që nuk mund të shihet nga askush, sepse Allahu është gjithdijshmi edhe di çdo gjë. Pejgamberi, paqja qoftë për të, ka thënë: o njerëz, vërtet Allahu i ka larguar nga ju parrullat e ditëve të ignorancës dhe mburjen e baballarët tuaj. Andaj tani njerëzit janë dy llojesh. Një njeri që është i drejtë, i devotshëm dhe i nderuar te Zoti, dhe një njeri i ligë dhe i pavlerë te Allahu. Të gjithë ne jemi bijë të Ademit, ndërsa Allahu e krijoi Ademin prej balte. Njëherë një njeri kaloi pranë të dërguarit të Allahut, paqja qoftë për të, derisa po qëndronte ulur me shokët e tij dhe ai i pyeti: çfarë mendoni për këtë njeri? Ata ju përgjigjen: ai është më i ndershmi nga të gjithë. Nëse i propozon dikujt martesë, propozimi i tij pranohet. Nëse ndërmjetëson, ndërmjetësimi i tij pranohet, dhe kur ai flet, njerëzit e dëgjojnë. Pejgamberi, paqja qoftë për të, qëndroi i qetë derisa kaloi një tjetër njeri, pastaj tha: po çfarë mendoni për këtë njeri? Ata u përgjigjen: për Zotin e dërguar, ky njeri është i varfër. Nëse propozon, refuzohet. Ndërmjetësimi i tij nuk ka vlerë, dhe kur flet, askush se dëgjon. Pastaj dërguari, paqja qoftë për të, tha: po ky njeri është më i mirë se sa gjithë bota të ishte me njerëz si ai i pari. Është e mahnitshme mënyra se si dërguari, paqja qoftë për të, na mësoi t'i vlerësojmë njerëzit dhe t'i vlerësojmë ata pa marrë parasysh se si ne i shohim ata. Tek Allahu, ata mund të jenë krejtësisht ndryshe. Nëse pejgamberi, paqja qoftë për të, na ndaloi t'i ofendojmë dhe përgojojmë njerëzit e dobët, çfarë mund të themi për turpërimin e një miku të panjohur të Zotit? Allahu thot: kush i shpall luftë mikut tim, unë i kam shpallur luftë atij. Pasi nuk e dim kush mund të jenë, ne nderojmë çdo burrë dhe grua, pasi ata mund të kenë pozitë më të lartë te Zoti sesa ne. Ne nuk i njohim zemrat e njerëzve, por urdhri për t'i respektuar ata është i qartë si nata dhe dita. O Allah, ashtu siç ke nderuar njerëzit me dërgimin e pejgamberëve, veçanërisht e ke nderuar këtë ummet duke ia dërguar Muhamedin, paqja qoftë për të. Na ndero edhe një herë duke na dhuruar shoqërinë e Muhamedit në shkallën më të lartë të parajsës.